Po e tjetër vit radhës, na punë vap, na që kanë ndryshuar klima që bën vap shumë, nuk bëhet qeshia te neve tani. Tani te neve u bëhet pajamja, udhiri, udhiri ka vesh mirë, përgjithësi, si vetë, udhiri ka bërë plot. Qeshit dëmtuar në ekonominë tuaj. Mos flasë për qeshit. po tjera, ata se vëm shembull i veçare ato, të bëjnë një kutal qeshia pa të thahen. Dhe ato vetë nuk kam, ikim vetë. Çfarë bëni do të ishte dorë nga qeshia? Ne do të spejt mjë, po mjë të reja ne, po ne mbjellin kot, ne mbjellin ato nuk kanë dashu, nuk durojnë. Edhe kena shavash, vetë tiu. Tani e dhuruar që të vëm 3 ullinashi. Se s'ke mund të me qeshin. Pra, Në qeshi, po i zvendëson me ulli. po, dënova pati shumë qeshi, tani mos themu është 20%. Qeshi që kanë. E nuk kanë 20%, të ban baqat. Shumica kam jetë në ullin. I kam prerë. Kam prerë qeshit. Vetë tiu. Edhe mlaje. Shpresoj, rrofsh juve, të mira. Qeshia këtë vit. Dobët shumë, nuk ka, dobët shumë, nuk ka, jo, do me dhe ka 2 vjetë më tjatër, po si vjetë më keqë koma, nuk ka, po të realitetin dhe, po qesia doftom, atër beri juga qesin të punë lullet, e zërën të mëre, kështu qesia doftom. E dëmton ekonominë tuaj. Po ta shjelë me tjene, doftom që da i bëmë, ta isha bëjnë, hajsa kemi, të kishim më mirë dhe s'ka ka dhe një pari, hajtë sa të ketë të marëm, po që me mirë nuk esh, mirë me këto, që da i merë një farë para e një farë diçka e këdhe, po jore. Ku s'do dhe më nga hajtë. Më para banorët e fshatit kishin planacione me O, që shi e dërnot ma dhe ka pion, tërë, zonë në këllu ufë. Po i bërë një me ilaç ama, ta shi s'ka ilaç. Zë do ilaç jo. Do selino, do loj, ju vreja edhe me gjatë, selinoj, ajo majtë një ma lullen. Selinoj, i bëj me zorë tuo, që të majtë me zëtorë. Ta shi s'ka mjetë, s'ka selinoj, zë jenë do të gjam. E kështu që nuk ka. Tani po shduken qershit dhe po i zvendësoj me ulli? Po, ulli du jam po mjellë, ulli me të bëja tërë, Republike Shqipërisë ulli se ku do vetë ju vaj, pari vaj ndosë aty, tërë e kam pasitur. Së marë firma, s'ka firma. Kotë që punon popullet, të është vërtetë. Kotë, sa për vete, i halli për marë diqka. Kështu që s'ka. Sa rëndësishme është qeshia në ekonominë tuaj? Na dymon, si drenovë këtu, na dymon në vërtetë qeshia. Se si do një qire qeshit të bëjnë 2.000 lek, me 2.000 lek, në 2.000 lek s'bje kura që. Ka që marë e morë, ku bëjë shumë, në 2.000 lek, ja bje 2.000 lek, po e thë një kujtar 20.000 lek. Ose qëtërën, ka një farë lever që unë jam si fetara, po si, mi po ku s'ka, se qa i vjetë, s'ka jo. S'ka. I tretë vit e radhë. Po ka 3 vjetë që s'ka ndo. Ku dhjum, se qa 3 që ka ndo, e në që të të mi si popullët e ne, pësira e me kulturën që si në drovartë, pa si këtë në që pare, që si këshim para. Mi po nuk. 3 vjetë s'ka prodhim. Do, po qa bere, ja, një arë që shi ka jo, kotë. Ama e bëndërat, 3 arka, 4 arka, para vjetë të ujre. Që shi e mlidhë në ty. Si vjetë da i 2 arka, si s'ka s'nem të bërë. A shi që në të bërë. Kështu që kanë, nuk kanë. Faleminderit. Me gjitha te, s'ke që bërë. E ka fajnë. Kështu. Faleminderit. Plus klimës, ka rënë dhe insekti e gjitha ato dhe sidomos klima njërë ka qenë ftohtë dhe qeshia nuk do ftohtë kur qelë. Sidomos erë dhe shi këto si pranon dot. Dhe shi dobet. Shumë pak ka, do më thënë si avlen edhe që të bërë dhe shmërë patyre. Drenova është shquar për qershit e sa për planacione. Ekzistojnë me planacionet e qershive? Ka, këtu mrapa ka njeri. E ka një 4-5 hektarë, dy lymë, se hektarë së mund të temë se di mirë sakë, se së rejë lartë atje, po. I ka një 4-5 dy lymë aji dhe i punon me to meret. Nuk e di kam bërë, s'kam bërë si vjetë. Ajo dëmton ekonominë kjo? Mos pasja qeshis? Po që se dëmton? E dëmton në ekonominë. Ata që janë marrë të kjo mbaj shpresat, se kanë hedhur punë e pleja, do 2 herë ta punësh qeshin. Në rrasë do thash qeshi. Ja të marrë të qesë. Po në qofë se dhe në vitet e arshme do përsëritet një situatë, ç'do të bëhet? Po shiko këtu, po t'i vini re ju, qeshit janë dhe degradimit, me ndryshimin e klimës. Nuk duan shumë vap qeshit kotë nxehtë. E duan të freskët gjithmonë. Me këtë doni të thoni që po i shkullin qershit dhe po mbyllin ulli? Nuk e di, nuk mund të flasë kotë në tymë, se unë asë jam marrë me fshatin, se unë kam punuar vetë, kam punuar largë, dhe s'jam marrë me fshatin. Në talë që i dole pension, po mere më to. Faleminderit. Faleminderit ju.
Kam ashtu 700 rënjë qeshi, bashkë vëllezërit, edhe vëllezërit po kanë akoma më shumë, kush 700, kush 800, jemi 4 vëllezër. Prodhimi si është këtë vit? Prodhimi është shumë i dobët. Në fjalë na faktori Kosi kapi një i ftohtë gjatë lulëzimit, edhe siç e shikoni gjendja është shumë e dobët. Ne nga vitet e tjera kemi qenë shumë mirë. Kemi pasur shumë mirë. Mund të ndikojë edhe faktori Kosi që është ngrohur, na klima, na ngroja globale, çfarë do themi. I sa vit është ky që s'meni prodhim? O vjen ashtu viti i tretë, që është dritë rënies, me fjalë. Gjithsesi, çfarë do themi, s'kemi asnjë gjë ndor. Ndikon në ekonominë tuaj? Po ndikon shumë, po s'kemi çfarë bëjmë neve, se këto kushte janë. Ju vetëm me qeshin? Me qeshin. Këto s'kemi darë atje. Qeshi kemi, jemi punëtorë, thjesht, vetëm vim vërdall me punë bicore. Në qoftë se edhe këtë vit nuk ka prodhim qershia, çfarë do bëni? Do ta kultivoni apo do ta zvendësoni me ullinj? Jo, neve si vëllezër nuk i ndajmë kësaj kulture. Do ta zvendësojmë ato që e tharë, do t'i marrim tjera prapë. Deri në një farë kohë, po qëse s'do ashtu, se kemi pasion këtë lloj bime, nuk e trajtojmë me kollaj. Për sa vitesh me kultivimin e qershit? Kemi gati 20 ca vjet me qeshin. Nemi si vëllezër, me fjalë quhemi vllai i madh quhet Ylli Sambasha, unë Festima Sambasha, Astriti, Enveri. Me 4 vëllezër. A do ishte mirë që Ballshi të kishte një fabrikë të përpunimit të fruta primeve siç e ka patur dikur? Ka pasur dikur, po sot edhe ato ishin i shkatruar fare, nuk ekzistojnë. Faleminderit. Gjithsesi, edhe Ti më the mua që me doktorin jeni një... Ti drenovesh i njohur për qershin. Po, për kulturën e qershit. Prodhimi si vjet nuk është aq i mirë. Po bën viti i tretë që vjen sapo vjen, po degradon nga kuptimi nga natyra, nga klima. Si fildane po thahen, zëmësohen me fariqe ulliri tash, sepse e dyta është popullimi i moshës të re që është, një pjesë e atyre kanë ikur para kohe, një pjesë janë larguar dhe ka ngelur shumë pak. Qershia si kulturë të zona jonë e përgjithshme mund të ketë ngelur rreth 30%. Se në kohën e sistemit, që u kthye sistemi, në qoftë se kishim 200 hektar, u mbollën 700. Por në këto 700 që mund të ketë ngelur, 20 hektar mund mos ketë ngelur. Edhe këto që janë të shpërbera të pjesërisht. Ju vetë keni qershi? Jo, i prep, nuk dua me. Pse? As i vjelim dot, as i shesim dot. Sa kishte? Unë kisha 130 rajnë. Tani? Tash s'kam asnjë. Ja, po pat aty në atë rrugës ishin 3-4 aty në rrugë, ato që kanë ngelur kështu për të ngrënë njëri, si këto pse vap. I sajti vitesh që nuk... Er vitit, sidomos vitit 3 tash është ka rënë maksimum. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh në sistemi klimës, si duket temperaturat e larta, në ata cilat e vjerme ka lëvon shumë probleme, qershia është një zonë, një bim që dojnë çik lagështirën, edhe vendin e ftohtë. A ka familje që jetojnë vetëm me qershin? Jo, mos e fol me fare. Nuk bëhet laf. Deri diku kanë ca familje që kanë 50 rena, 40 rena. Po jo se kanë një prodhim konsiderueshme ose të ardhurat ekonomike familjare. Duke punuar pjesërisht të ullinjtë të qershia, më the tash. Në të gjithë zona përheqëtore? Po, qershia Drenovës po thoj se po mbaron. Jo po mbaron, po ka vajtur për mbarvur.